Nuk kam ardhur tek landfilli i Sharrës, kam ardhur në një nga kështjellat, kalat më të bukura të Shqipërisë, në kepin e Rodonit, kalaja e Skënderbeut, dhe shikojeni pak se çfarë situate dramatike është, nga mbeturinat, plastika kryesisht. Me siguri që i kanë djerë deti, sepse nuk ka se si që dikush driti deri këtu mbeturinat. Edhe i lini ato pallavrat, jo po kanë ardhur nga Bari, jo po kanë ardhur nga Bregdeti Kroat, jo po kanë ardhur nga Malizi e tjera me radhë, sepse janë të gjitha produkte shqiptare. Shive pak. Ujë Shqipërie. Mos ja përmend emrin. Lëng frutash. Kos. Qumësht. Ujë. Doni ma? Vaj. Të gjitha janë përgjegjësia jona, janë nga dora jonë dhe është totalisht faji jonë i të gjithëve bashkë dhe keq menaxhimi i institucioneve përkatëse.